Në seancën për pyetje deputetësh në Kuvend, deputetët sërish u përplasën me kryeministrin për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Deputeti i Frontit Evropian, Skender Rexhepi, pyeti Mickoskin se si institucionet arrin të matin përfaqësimin derisa nuk ka një mekanizëm kontrolli. Duke pasur parasysh se përkatësia etnike nuk figuron në asnjë dokument personal, as në letër njoftim, as në certifikat e as në pasaport, në asnjë dokument shëndetësor, do të thotë nuk ka përkatësi etnike të definuar askund. Pyetja është, si ju si kryeministër ose ministrat përkatës ose drejtorët e institucioneve përkatëse do e caktoni përbërjen etnike të institucionit që ju e drejtoni? Në ndërkohë, kryeministri për të disatën herë me radhë paralajmëroi se ligji i ri shumë shpejt do të hyjë në procedurë kuvendore. Unë jam garantuesi dhe këtë e kam thënë edhe në të kaluarën. As si person e as si politikan, as si kryeministër nuk do të lejoj askush askënd të majorizoj apo minimizoj. Absolutisht mund t'u siguroj se cilësia e njerëzve pa dallim nga cila përkatësi etnike vjen, duhet të jetë prioritet dhe kjo praktikisht është vlerë themelore kushtetuese, tha Kristian Mickoski, kryeministër. Pas shfuqizimit të balansuesit nga kushtetuesja në vitin 2024, pushteti vazhdimisht premtonte se ligji do të jetë gati për çështje javësh, por kaloi kohë deri në përgatitjen e draft ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i cili më pas u dërgua në Komisionin e Venecias. Prej javësh pushteti sërish premton se dërgimi në Kuvend është çështje ditësh.